Për të vijuar në viral do të njihemi me WhatsApp dhe rrezikun që vjen prej tij. Është një prej aplikacioneve më të përdorur nga secili prej nesh. Ne e dim për të kryer biseda të ndryshme, jo vetëm me familjen, po edhe me faktorë të ndryshëm që na lidhin me punën, përdorim këtë aplikacion. Po i referohemi një studimi të fundit nga studiues austriak i cili ka zbuluar se të dhënat e 3.5 miliard përdoruesve të WhatsApp ishin të aksesueshme në mënyrë të thjeshtë nga kushdo. Duke përdorur një metodë të thjeshtë për të kontrolluar nëse një numër telefoni kishte një llogari aktive në WhatsApp, studiuesit arritën të nxjerrnin numrat e telefonit të përdoruesve, si dhe fotot e profileve dhe tekstin në profilet e tyre për 57% të përdoruesve. Kjo ka ngjallur patjetër shqetësime serioze mbi sigurinë dhe privatësinë. Problemi në fakt ka ekzistuar prej disa vitesh, pasi Meta, kompania e cila edhe ka krijuar WhatsApp, nuk ka marrë masa për ta zgjidhur, edhe pse ishte paralajmëruar për këto probleme që nga viti 2017. Më në fund, pikërisht një muaj më parë në tetorin e këtij viti, Meta implementoi kufizime të shpejtësisë për të parandaluar këtë lloj shpërndarjeje të informacionit në masë. Sidoqoftë, studiuesit e këtij studimit fundit të kryer në Austri theksuan se kjo nuk është hera e parë që një sistem i tillë mund të abuzohet duke rritur rrezikun për përdoruesit. Meta ka reaguar duke theksuar se informacionet ishin publike, por se nuk ka gjetur prova për keqpërdorimin e këtyre të dhënave dhe nuk bëhet fjalë për pak të dhëna, por janë plot 3.5 miliard të dhëna, të 3.5 miliard përdoruesve të WhatsApp. Kështu që edhe një herë kjo na kujton se në kohët që jetojmë, është shumë e rëndësishme patjetër që ne të kemi këtë bashkëveprimin me teknologjinë që ç'është e drejta na e ka lehtësuar çdo funksion të jetës së përditshme, po nga ana tjetër nuk duhet harrojmë një aspekt shumë të rëndësishëm që së paku të jemi shumë të vëmendshëm sa i përket higjienës kibernetike dhe të mund të bëjmë ato hapa të thjeshtë që mundet secili prej nesh për ta mbrojtur veten nga keqpërdorimi i të dhënave, përsa ko ato janë të ekspozuara.